Kështu duke qarshia madhe në qytetin e Gjakovës. Kablo të shumta të vendosura pothuajse në çdo kënd. Ndërsa tani po të shëtisësh rrugëve të kësaj ane, vërej se pamja ka ndryshuar për të mirë. Ka filluar të bëhet rregullimi i kablove dhe ndriçimi publik në qarshinë e madhe. Pra projekt ky, i cili është nga investitori KEC në Prishtinë, ndërsa ekzekutues i punimeve është kompania Mond Commerce nga Gjakova. Drejtori ekzekutivi i kësaj kompanie, Genc Vezvesja, tha se ky projekt ka filluar në vitin 2015 dhe është i ndarë në 3 faza, të cilat e kanë kohën e caktuar se kur të përfundojnë. Faza e parë është pjesa e ngushtë e qarshisë së madhe, faza e dytë do të fillon nga qendra inovative, ku do të kalon për skaj shkollës Mazlum Këpuska deri tek rreti i lagjes Mulla Jusuf. Ndërsa faza e tretë do të vazhdon nga ura Taphaneve deri tek rektorati. Faza e parë veç është në përfundim final, faktikisht 99% është përfunduar, veç është pastrimi. Faza e dytë pritet që do të përfundojmë për 1 muaj, ndërsa faza e tretë mas 2 muaj. Gjatë këtij projekti ka pasur vështirësi të shumta, mirë po me iniciativën e stafit të punëtorëve janë tejkaluar të gjitha, shtoi mes tjerash Vezvesja. Vështirësitë kanë qenë sidomos në infrastrukturë, e cila infrastrukturë ka qenë e pa identifikuar, ku ka instalime të ndryshme, ka instalime të internetit, ka instalime të ujit, ka instalime të kanalizimit, edhe instalimet e vjetra të elektrikës. Pra nuk kemi pas informacione të mjaftueshme për mi identifikuar. Nga ana tjetër, qytetarët e vlerësuan këtë projekt. Ata thanë se prania një numri të madh të kablove elektrike në shtylla dhe në lartësi shumë të lartë nga niveli i tokës ka rrezikuar drejt për së drejti kalimtarët. Shumë mirë, bo se disa bandera, po thojmë, kanë edhe tu rënu se shumë tela, si Marimangu dukshin, është liru, po më duket që është liru pak qarshia vjetër. Vlerësojmë shumë mirë është e punë mu bo, vazhdojnë e bon kablat për tokë. Aja sukses i madhë, sepse kur bon në tokë nuk është edhe s'ka rrezik për isaj. Nëse është nëjrë frëma e këpute, des dikush për isaj. Ky projekt nuk është vetëm për qarshinë e madhe, por për gjithë qytetin e Gjakovës, sepse përmirësimi i infrastrukturës elektrike do të reflektojë një pamje më të mirë për qytetin.